Të kam thënë kujdes nga jashtë, të kam thënë kujdes nga jashtë se shive shkeq për gjën që më ke thënë mua, se kemi miq përbashkët jashtë. Ja kështu ka qenë konteksti. Shumë miq përbashkët. Ja pa dëgjoj edhe herë. Po dëgjoj edhe herë. Ore ke thënë mua nuk kesh dëgjoj edhe herë. Dëgjoj edhe herë. Ka përmendur njëri ty familjen. Dëgjoj pra, do dëgjosh. A do dëgjosh më? Po e kupton çka ke thënë ti mua, ke më shumë grua jashtë. Skip vllase ti nuk dëgjon. Jo skip, tani për hatet e tyre gjonave. Unë ty kam thënë, kujdes. Ska thënë ashtu dhe po gënjes, kemi qenë prezent. Ore jeni të reziu, çka po thoni? Ka thënë ai ti ke thënë mua. Ti mund të kesh më shumë se grua jashtë. Çfarë thumë? Erik, ti ka thënë që ka momentin që ti s'dëgjon një herë. Pse s'dëgjon? Apo s'pëlqen ta dëgjosh sa gabim. Nuk e di se sa mund të kesh ti thash. Po çfarë? Po pra po. Po çfarë nuk e di se sa grua mund të kesh ti. Dëgjoj. Po dëgjoj. Unë jam burri i vetëm një gruaje. Nuk e di se sa mund të kesh ti. Në shtëpi me grash çfarë bëhet? Po vlla po ftas për shtëpinë, s'po flas për jashtë. A ka mundsi? Edhe për shtëpi po thash. Edhe për shtëpi po thash, nuk e di sa mund të kesh ti. Unë jam burri një gruaje. Jashtë, ke përmendur për jashtë. Jo. Nuk e di sa gra mund të kesh ti jashtë. Jo. Jashtë. E pra po, atëherë edhe ti ke për jashtë ata. Po s'ta kam thënë për jashtë. Po si, burr grash jashtë, si mund ta thosh? Burr grash jashtë. Ti e specifikove. Po se pra të the. Po si pra të the me non ti? Çfarë them unë? Ashtu është konteksti. E kupton ku po shkojmë të dy apo? Po çfarë them pra? Dhe kupton ku po Po shkojmë. pra, me që po shkojmë, me që po shkojmë tu të thash, kujdes me fjalët. Kupton ku po shkojmë. Kujdes me fjalët që po thua se kemi njerëz përbashkët që na njohin jashtë. Edhe shturbi i madh. Dhe shturbi i madh pra në këtë histori që punon. Hajde te krevati dhe liro krevatin. Unë të mos si mik atje. Është kontekst. Unë të mos. Ja, Ja, të mos